për Spanjën, çfarë po ndodh? Brenton Kotori, gazetar, mirë se vjen. Falenderoj shumë që na u bashkove në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit për ftesën. Dhe Albina Jata, kërkuese historiane që na bashkohet në këtë lidhje të drejtë për drejtë po ashtu, mirë se vjen. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Çfarë ndodhi, Brenton, fillimisht për të na përcjell disa detaje se shumë reagime ka patur nga i gjithë komuniteti evropian. Pedro Sanchez duket si i vënë me shpatulla pas murit, megjithatë thas se qeveria e tij reagoi menjëherë në kohë rekord. Megjithatë 60.000 maroken që mësyn enklavën spanjolle në 24 orë, se do thoja në 48. Në 24 orë, çfarë do të thotë kjo? Çfarë ishin ato pamje në mësymje nga deti në qytet dhe më pas me vendasit që shpërthyen në lot dhe u mbyllën në shtëpi nga frika dhe paniku? E drejtë, 60.000 ishin shumë, edhe mendohet që mund të kenë qenë mbi 60.000 në fakt, kur vetë ajo eksklava e Ceutës është banuar nga 80.000 banor parafërsisht, kështu që tani ai qyteti i vogël, qytet port është mbi populluar, le të themi, nga çështjeta e zakonshme aty në atë qytet. Mirë po, pse ndodhi? Dyshimet janë që ka pasur një fashëthem të shpërndarë, sidomos nga ata që konsiderohen si trafikantët e emigrantëve. Besoj ju dhe unë mbaj mend në vitet 90 ata skafistët që çonin njerëzit nga Vlora në Brindisi, në shqiptarët, në kohën e emigrimeve masive. Njëjta gjë mendohet se ka ndodhur dhe këto ditë të fundit në Marok, ku këta trafikantë emigrantësh, ose trafikantë që ne njerëzore mund t'i quajmë për transportues në një farë mënyre, kanë përhapur lajmin që tashmë Spanja, nëse ti emigron aty, shkel aty, nuk ka të drejtë të kthejë më pas në vendin ku je. Kështu që një grup i madh të rinj sidomos, po jo vetëm, aty kemi parë në pamje edhe nëna me fëmijë dhe familjar, por shumica kanë qenë të rinj, sidomos minore, të cilët kanë shkuar drejt Ceutës. Pse? Duke menduar që duke arritur në Ceuta, kanë arritur në një territor spanjoll e kanë arritur në zonën Schengen, nga ku nuk do kthehen dot më me një lloj riaktësimi. Gjë që nuk është e vërtetë. Përpara disa muajsh, gjykata e lartë spanjolle ka marrë një vendim gjykata superiore spanjolle ka marrë një vendim duke thënë që emigrantët të cilët nuk verifikohen nuk mund të kthehen menjëherë në vendin e tyre. Pra duhet verifikuar përpara se ti kthesh. Që do të thotë duhet verifikosh nëse ai thotë jam algjerian, është vërtet nga Algjeria, nëse ai thotë jam nga Sudani, është vërtet nga Sudani e kështu me radhë. Nëse ai thotë jam 16 vjeç, është vërtet e kështu me radhë. Pra, për shkak të këtij vendimi gjykatës supreme, ka ndodhur ky manipulim me situatën dhe ka pasur një vrull të madh, një hype, thuhet në anglisht, një vrull, një frym që hajde të shkojmë edhe shumica atyre njerëzve që shohin për të rinjve, duket sikur po bëjnë një aventurë verore sepse janë vetëm me mbathje dhe me shapka dhe kanë shkuar në këmbë aty, domethënë, për të prekur ëndrrën europiane. Albina, më thuaj pak ti, çfarë tregojnë këto pamje për ty kur pe mënyrën se si mësynin, se si e kalonin policinë, se si i kalonin telat me gjomba si hynë në qytet, për plasja që kanë patur më pas gjatë natës me policinë dhe shumica atyre që sipas kryeministrit spanjoll janë kthyer. Domethënë, çfarë ndodhi në këto 48 orë në mendimin tënd, por fillimisht me ato pamje që pam që tronditën jo pak Europën, që na riktheu përsëri në kohën e emigracionit dhe në Italinë e viteve 2021-2022 që i luftoi kaq shumë emigrantët dhe i shohin përsëri në një tjetër vend të BE siç është Spanja. Po patjetër, pamjet ishin drejtëruese. Ne si shqiptar e dim shumë mirë ç'është emigrimi. Unë jam një shqiptare e cila jetoj në Francë dhe shikoj çdo ditë që Europa është e fraksionuar nga kjo çështje. Kemi qëndrime të ndryshme, kemi një Spanjë e cila është e majtë në vendimarrje. Pedro Sanchez, i cili në rrjetin e tij X është shprehur jo dyftyrësh, le ta themi, përballë kësaj situate, sepse ai vazhdoi të jetë i bindur se është thjesht një rrezik dhe që duhet që të trajtohet dhe të jetë solidar me shtetet e tjera.
Nga ana tjetër kemi edhe Europën e djathtë, nëse mund ta quajmë kështu, me shembullin më konkret të Giorgia Melonit, e cila ishte kritike ndaj politikës së Pedros këtë mandatin e fundit. Pas regularizimit të 500.000 emigrantëve në Spanjë, Spanja mori këtë titullin ose fitoi këtë mitin si një shtet mikpritës për të gjithë emigrantët, duke kuptuar në këtë fjali edhe emigrantët e parregullt, edhe po sulmohet aktualisht nga shumë vende europiane, edhe pse solidariteti nga shtete si Franca për shembull ose Finlanda, siç e thatë ju, nuk ka munguar. Pra pamjet ishin shumë dritëruese, por mendoj që më e rëndësishme në këtë çështje është të shikohet se si po fraksionohet Europa dhe qeveritë europiane mes një të majtë dhe të djathtë që po bëhet çdo ditë më e qartë. E kuptoj, po Franca si reagoi përballë këtyre pamjeve, përballë këtyre lajmeve, pati shqetësim se është një nga vendet që e ka vuajtur më së shumti emigracionin e paligjshëm. Është një nga vendet, është vendi kufitar pra që me Spanjën dhe është një nga vendet e stigmatizuar për këtë emigrimin nga Afrika e Jugut. Patjetër që Franca është e shqetësuar. Kemi Macronin që është solidar me Pedro Sanchezin dhe të gjitha shtetet europiane po mundohen të krijojnë zgjedhje të reja, duke flitet për kampe për emigrantët ose për këtë shpejtësinë e dosjeve aktualisht. Për shembull, Pedro Sanchez u shpreh që do të ketë një ekzaminim shumë të shpejtë për emigrantët dhe Franca po e praktikon tashmë këtë politikë. Edhe patjetër që është shqetësuese për të gjithë Europën, jo vetëm për Francën dhe Spanjën. Brenton, më thuaj pak si tingëllon kur Italia është e para që mbyll hapësirën ajrore dhe detare me Spanjën. Do me thënë Italia që e ka vuajtur vetë krizën e emigrantëve dhe që emigrantët e saj të paligjshëm i sjell në Shqipëri në kampin e Lezhë, mbyll menjëherë hapësirën dhe çdo kontakt me Spanjën. Dhe më pas, gjithë bota duket kundër Madridit me thirrjen përjashtoni Spanjën nga zona Schengen. Duhet të pranojmë mënyrë naive të paktën që të japim një mirëkuptim Italisë, sepse ndoshta i ka ardhur në majtë hundës nga kjo punë, por kujtojmë që Italia kur erdhën emigrantët dhe i pushtuan Lampedusën, nuk thoshte që ju lutem më mbyllni mua kufit ju të tjerët, se tani unë do ta vuaj vetëm, por kërkoi ndihmë dhe solidaritet, madje deri në kufit e kërcënimeve. Pra Italia thoshte që nëse nuk na jepni suport financiar dhe logjistik, atëherë ne do të lëshojmë këta emigrantë që të vinë në Gjermani, të vinë në Francë, të vinë kudo në Bashkimin Evropian. Ndërkohë që Italia tani po luan rolin e palës tjetër, pra atij që thot unë e hoqa hallin tim, tash nuk të ndihmoj ta heqësh ti hallin tënd. Kështu që në këtë kuptim mendoj është hipokrizi kjo që bën Giorgia Meloni, padyshim aq më tepër në kushtet kur është kritikuar mbi gjithçka për menaxhimin e situatës emigrantëve ilegal që shkelin territorin italian. Padyshim mund ta ndajmë Europën si të majtë dhe djathtë, por në fund luhen edhe disa lojra pushteti, nëse mund ta themi, të gjithë këta zyrtarë drejtues shtetesh kanë edhe çështjen e zgjedhjeve të ardhshme, e do duhet t'i flasin elektoratit tyre sa më të madh. Nëse do të tregohen mjaftueshëm populist, do të rrisin votat e tyre. Kështu që kjo është një situatë e cila ndoshta ka marrë më tepër zhurmë nga ç'duhej për shkak të frikës që mbizotron Europën nga emigracioni ilegal. Duhet thënë nga ana tjetër që emigracioni ilegal në fakt, por i refugjatëve që largoheshin nga lufta në vitet 2014-15, flasim nga lindja e mesme, nuk është se i solli Europën, kurse ata profetët e ditës së fundit i parashtronin publikut që shikos tani na erdhi fundi, po na pushtojnë edhe një herë etj. Emigrantët kryesisht vinë për të punuar, sepse kërkojnë vinë si emigrant për çështje ekonomike kryesisht. Padyshim ka nga ata, siç kanë mbushur rrugët e Italisë dhe Europës herën e shkojmë, që merren me atë që njihet si petty criminality, pra kriminalitetin e vogël apo të thjeshtë apo të zakonshëm, të rëndom, që vjedhin
mashtrojnë, janë kështu xhepistë, kështu me radhë, por shumica prej tyre kërkojnë që të nisin një jetë të re që nuk ja mundson Afrika Veriore, Afrika Qendrore, pra këta që po vinë tani. Megjithatë, unë mendoj që është, siç e thatë dhe ju në kronik, është një situatë që do menaxhohet relativisht lehtë. Një pjesë e tyre po kthehen sepse kanë kuptuar që tani do t'i kthejnë, por një pjesë e tyre, të cilët vinë aty pa pasaportë apo në mënyrë identifikimi, mund të luajnë kartën që të thonë, shiko, unë jam 9-18 vjeç, sepse s'ke si e verifikon, apo të thonë që shiko se unë jam nga një zonë në luftë civile, edhe kërkoj azil politik. Kështu që kjo mund të ndodhë, por shumica me siguri që do të kthehen pas, në mos kanë filluar të kthehen. 48.000 persona, sipas autoriteteve spanjolle, janë kthyer në mënyrë vullnetare. Albina, ishte frike pa bazë ajo e vendasve në rajonin e Ceutas përgjatë këtyre 48 orëve? Kam parë vajza, zonja, qytetar, prindër, fëmijësh në lot, në panik, teksa thonin që nuk shkojmë dot deri në market për të bërë blerjet në përditshmëri, apo nuk shkojmë dot në punë nga frika. Do të thënë, pati vend apo ishte një mësymje e furishme atyre orëve të para edhe shkaktoi domosdoshmërisht panik? Patjetër që pati vend, unë pash Ceuta kishte rreth 85.000 banor. Ne folëm për 24 orët e fundit për gati 50.000 banor, 50.000 emigrant pra të paligjshëm që i mësyn kufirit të Ceutës, dhe kjo përbën gjysmën e popullsisë së vetë vendit. Edhe është patjetër ishte një situatë që ata mesoj nuk e prisin, sepse nuk u përfol që do të kishte këtë lloj përmase dhe do të ndodhte kjo ngjarje, dhe patjetër që është e kuptueshme edhe reagimi i banorëve. Okej, çfarë tregoi ky rast? Do të thënë, çfarë tregoi për vendet më të mëdha të Bashkimit Evropian, se dhe Spanja hyn mes vendeve me ekonominë më të madhe në Europë? Çfarë tregoi për Francën? Çfarë tregoi për Anglinë? Dhe pyetja vlen edhe për ty, Brendon. Çfarë tregoi në këtë rast për Italinë? Se Meloni ishte e para që reagoi, por në përgjithësi për vendet e mëdha dhe luftën ndaj emigracionit të paligjshëm edhe në 2026. Në postimin e fundit, Pedro Sanchez dha disa statistika sipas Frontex dhe tregonte se sa emigrantë të paligjshëm kishin hyrë në Itali, në kufirin e Ballkanit Oriental dhe në Spanjë. Spanja ishte në fund të kësaj liste të shkurtër që ai prezantoi në statusin e tij, ku kërkonte solidarizim dhe kuptim të situatës, dhe kjo tregon që Pedro ose Spanja nuk po kërkojnë, domethënë, që Europa të dalë jashtë mundësive. Është thjesht duhet që të jetë një linjë politike e vazhduar, e cila një lindjen e saj që në lindjen e Bashkimit Evropian, solidarizimi dhe bashkëpunimi janë dy fjalë, domethënë, që e përfaqësojnë këtë bashkim. Franca, edhe pse patjetër qëndrimet zyrtare i ka pro politikës së Pedros dhe këtij menaxhimi të shpejtë të situatës, duket patjetër alarmuar. Okej, Brenton? Shko, është historia e vjetër me emigrantët që nëse ti nuk e ndihmon komshiun tënd të varfër, një ditë ai do vi dhe do hy nga dera e pasme e gardhit tënd dhe do marr çka ke në frigorifer. Që në një kuptim kjo është pasojë, mos t'i futemi në historikë së kolonializmit edhe të shfrytëzimit të këtyre vendeve, por është një fakt që këto mbeten vende të botës së tretë. Edhe kur nuk kanë asnjë zgjidhje në shtëpinë e tyre, në një epokë kur informacioni ka krijuar një botkuptim global të secilit prej nesh, pavarësisht se ku ndodhesh, ka filluar një kinez, një nigerian, maroken apo një argjentinas të mendojnë njësoj, të duan të blejnë të njëjtat gjëra, po thënë kush nuk do të blejnë një PlayStation 5, dhe nuk kanë mundësi për ta blerë, dhe shohin që fëmijë të tjerë apo adoleshentë apo të rinj të tjerë në vende të tjera të botës jetojnë jetën e filmave dhe nuk po them të luksit, po të paktën të një normaliteti ekonomik, padyshim që valë të tilla do ketë, kjo ishte sporadike, po valë të tilla ka dhe vazhdojnë. Shpresa është që njerëzit që emigrojnë drejt Europës të mos shkojnë drejt dhunës, mos shkojnë drejt kriminalitetit. Por a ka nevojë për krah punë Europa? Padyshim. A kanë nevojë këta njerëz për punë? Padyshim. A mund gjendet një urë e ndërmjetme për t'i bashkuar këto dy nevoja? Mund gjendet, por sot Europa është në
është në frikën e emigrantëve të jashtëligjshëm, të cilët nuk mund t'i kontrollojë. Kaloi momenti i panikut, mendon? Do të thënë përfundoi gjithë kjo situatë? Besoj se po. Do ketë gjithmonë emigrantë që shkojnë, por kjo ishte një vrull që s'ishte parë ndonjëherë. Me thënë, Ceuta është 17 kilometra larg bregut të Gadishullit iberik, edhe nuk mund të shkosh me not, po ama me varka dhe gomone mund të shkosh, se është njësoj si distanca nga ujë ftohtë në Sazan, këtu në Shqipëri. Kështu që nuk është fundi i tentativave të rinjve afrikan apo afrikanëve verior nga vende Magrebit për të emigruar nga Spanja drejt Europës. Okej, falenderoj shumë Brenton, Albina të falenderoj shumë për kohën. Shumë faleminderit ju për ftesën. Dhe ne në fakt në Francë do të qëndrojmë sepse Franca dhe Spanja